Zoti Berisha, a do të ketë një task force e cila do të gjurmoj vetëm veprimtarinë kriminale të rilindjes në 13 vite pushtet, e cila do të ketë të njëjtat kompetenca ligjore të prokurorisë, përfshirë vetëm hetimet dhe ndjekjen e veprimtarisë së qeverive Rama 1, 2, 3, 4. Një agjensi që do përdjek të gjitha krimet, pasuritë të kriminale, kontot bankare të qeveritarëve do të ngrihet dhe ky është premtimi ynë. Natyrisht nuk mund të them se kjo do premtoj, kjo do të zëvendësoj prokurorin. Prokuroria është e pazëvendësueshme, por ajo që do bëjmë në krahas kësaj, do rishqyrtojmë ligjin antimafia dhe ligjet tjera në mënyrë që kuadri ligjor i ri të bëjë të mundur të bëjë të mundur konfiskimin e të gjitha pasurive kriminale të paligjshme në mënyrë të pashmangshme. Halit Petmarku, përshëndetje doktor, përse ora e protestave lihet në darkë duke ditur që njerëzit vinë nga rrethet dhe policia në orët e vona shfrytëzon rastin e mediave bën kërdin me protestuesit e opozitës? Janë disa arsye, janë lidhen me punën, lidhen me ditën e punës, lidhen dhe me agjerimin, sepse edhe mund ta tolerojnë, po edhe i rëndon protesta gjatë orëve të agjerimit, pra përpiqemi të bëjmë një zgjidhje për të bërë pjesëmarrjen sa më të mundshme. Megjithatë, duhet të them këtu se e marr agjerimin si një sakrificë me qëllim që të pranohet nga i gjithë fuqishmi, edhe protesta është një sakrificë që e bën agjerimin edhe më të pranueshëm, edhe më fisnik, edhe më të bekuar, të themi, nga i gjithë fuqishmi. Artur Mano, doktor i nderuar, me që jemi në festën e 7 marsit dhe ju organizuat një takim të shkëlqyer për arsimin, dua t'ju bëj disa pyetje. A do të rivendoset në vend dinjiteti dhe vlerësimi i mësuesit i nderuar doktor? A do të bëhet realisht